Policia e Shkodrës ka ndërmarrë një sër veprimesh gjatë 24 orëve të fundit, duke arrestuar dhe proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Në vijim të informacionit për aksidentin në aksin rrugor Hanihotit Vërmosh, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin LS, 38 vjeç, banues në fshatin Rapsh. Ai dyshohet se duke mos respektuar distancën e sigurisë edhe për shkak të pamjes së kufizuar, ka përplasur një mjet bujqësor që drejtohej nga shtetasi PP, 74 vjeç, banues në fshatin Kush. Si pasojë e aksidentit, i moshuari ka mbetur i dëmtuar dhe ndodhet në kujdesjen e bluzave të bardha në Spitalin Rajonal Shkodër. Po ashtu u referuan materiale në prokurori për një 16 vjeçar, i cili u kap duke drejtuar një motomjet pa leje drejtimi. Në zonën e Velipojës, dy shtetas, TP 69 vjeç dhe DD 68 vjeç, kanë kallëzuar se dy persona, shtetasit AE 76 vjeç dhe DL 67 vjeç, u kanë zaptuar një truall në fshatin Pulaj Plazh. Rasti është referuar për hetime të mëtejshme. Ndërkohë, në Malësi të Madhe janë nisur disa procedime penale për dy raste të ndryshme. Një 35 vjeçar akuzohet për zaptim toke në fshatin Omaraj, ndërsa një 51 vjeçar po hetohet për dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, e cila është paraqitur në polici dhe ka bërë kallëzim. Gjithashtu në Vaun e Deos janë proceduar penalisht dy shtetas, të moshës 59 vjeç dhe 63 vjeç, për kryerje të punimeve të ndërtimit pa leje. Të gjitha materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.